I nderuar kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë Perëndimore, zotëri Mendyqyra, i nderuar ministër Shoqërisë Informatike dhe Administratës, zotëri Alio, i nderuar zotëri Murati, drejtori i Agjencisë për Punësim, po çduan Anita Pesheva, kryesuese e platformës për dialog publiko-privat, i nderuar Norik nga Motivi Group, të nderuar afarist, i nderuar rektor i Universitetit Nëna Teresë dhe ju të pranishëm. Konferenca e sotme për sfidat e kompanive tona në gjetjen e fuqisë punëtore në epokën e globalizimit dhe digitalizimit paraqet një problem që tashmë e kemi detektuar. Vetë Bashkimi Evropian po vuan mungesën e fuqisë punëtore, sepse në analizën e publikuar së fundmi nga Instituti i Sindikatave Evropiane në periudhën 2019-2022 në Evropë, është vërejtur një mungesë rekorde e fuqisë punëtore dhe arsyet thuhet të jenë paga e ulët dhe kushtet jo të mira të punës. Kjo është ajo që Bashkimi Evropian thotë. Mungesa e fuqisë punëtore është një realitet i hidhur për të gjithë Ballkanin Perëndimor. Por në një farë mënyrë është një proces i natyrshëm dhe nuk jemi të vetmit që vuajmë, sepse është në natyrën e njeriu të kërkojë më të mirën për vete dhe për më të dashurit e tyre. Vetëm vitin e kaluar, 1/4 e bizneseve të Bashkimit Evropian raportuan probleme prodhimi si rezultat i mungesës së fuqisë punëtore. Kurse Joe Biden dikur tha, përgjigja është e thjeshtë, jepni paga më të larta. Por a do të na zgjidhë kjo problemin? Sepse sa do të rrisim standardin dhe pagat në vendin tonë, nuk do të mund të konkurrojmë me vendet më të zhvilluara të Bashkimit Evropian, të cilat gjithmonë do të ofrojnë paga më të larta nga ne si shtet. Turizmi dhe ndërtimtaria janë ndër sektorët që më së shumti janë prekur nga mungesa e fuqisë punëtore, ndërsa analizat tregojnë se vendit tonë i mungojnë rreth 10.000 punëtorë në vit. Të nderuar të pranishëm, numrat që do t'i komunikoj mund të duken paradoksale dhe kontradiktore, por këtu është gjeneza e problemit të kompanive tona në gjetjen e punëtorëve. Aktualisht në Agjencinë e Punësimit janë disa mijëra vende të lira pune, ndërsa në të njëjtën agjenci pune kërkojnë mbi 115.000 qytetarë tanë. Dhe pyetja që shtrohet natyrshëm është përse boshllëku nuk mbushet me të papunët. Në një deklaratë time para ca kohe përdora një definim të një institucioni ndërkombëtar, edhe u keq interpretuar nga mediat. Tani po e them se këta të papunë nuk janë të aftësuar për profesionet që i kërkon tregu i punës. Në paraqitjet e mia publike, në muajt e fundit si zëvendës kryeministër, kam iniciuar debatin për liberalizimin e tregut të punës përmes rritjes ndoshta të kuotave për punëtorët e huaj, të cilët aktualisht janë të kufizuara në 5.000. Por sidoqoftë, kjo masë nuk guxon të jetë zgjidhje afatgjatë, sepse për ne kujdesi për qytetarët tanë është në radhë të parë. Fuqia e punës duhet të sigurohet fillimisht nga burimet e mbrëmshme, nga bashkëqytetarët tanë që janë të papunë, por fatkeqësisht aftësitë dhe njohuritë e tyre nuk korrespondojnë me nevojat e tregut të punës, prandaj përmes planit operativ për punësim, qeveria në forma të ndryshme synon kualifikimin dhe rikualifikimin e tyre të mëtejshëm për të mundësuar plotësimin e nevojave të tregut të punës. Po për të kualifikuar dhe rikualifikuar duhet mendësi për ndryshim. Paralelisht me këtë, përmes ligjit për mbështetjen financiare të investimeve, ne stimulojmë kompanitë që të rrisin pagat duke u ofruar kompanive rimbursim prej 20% të pagave të cilët arrin në mbi 4.400 euro në vit për person. Të rinjt sot kërkojnë punë dhe paga më të larta për të mos braktisur vendet, ndërkohë që ardhmja e tyre është në industrializimin e katërt, që ofron punë cilësore, si që janë inteligjenca artificiale, duke mësuar robotik, marketing digital,
siguri kibernetike dhe megatronike, si profesionet e së ardhmes që do të kërkohen në tregun e punës. Bashkëpunimi gjithsesi është i nevojshëm për ta inkuadruar këtë në arsimin formal dhe jo formal, sepse digitalizimi ka sjellë një epokë të re, shfaqjen e teknologjive dhe mjeteve të reja që kërkojnë aftësi dhe njohuri specifike. Shumë punëtorë nuk i kanë aftësitë e nevojshme për të funksionuar në mënyrë efektive në vendin e punës në epokën digjitale. Ky është një hendek aftësish dhe kompanitë duhet të kapërcejnë duke investuar në trajnime dhe zhvillim për të vënë në përdorim teknologjitë më të fundit, për të tërhequr dhe mbajtur punëtorin cilësor. Përbërja e kësaj konference jam më së i bindur se do të jap përgjigje dhe drejtimet e duhura se ku duhet të lëvizin për të kapërcyer sfidat me të cilat po përballen kompanitë tona. Secili prej nesh këtu do të duhet të bëjë të pamundurën që përmes një strategjie të përbashkët të zgjidhim problemet me të cilat përballen kompanitë tona në gjetjen e fuqisë punëtore. Ju falenderit për prezencën dhe shpresoj në diskutim të frytshëm.